Fishek zjarr me flamurin amerikan, slogane patriotike dhe madje edhe me mesazhin Make America Great Again. Në prag të festimeve për 250 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, fabrikat kineze të fishek zjarreve po punojnë me ritme të larta për tregun amerikan, pavarësisht tensioneve tregtare mes dy superfuqive botërore. Në qytetin Linling të provincës Hunan, kompanitë prodhuese thonë se viti 2026 ka sjellë rikthim të porosive nga SBA-t, pas goditjes së rënë që morën nga tarifat e larta doganore të vendosura një vit më parë. Well, back to last year, April, it was a big impact on us. Prillin e vitit të kaluar patëm një ndikim shumë të madh. Me tarifat 145%, askush nuk mund ta përballonte. Kishim shumë kontejner të bllokuar në porte dhe magazina. Në fund, kostën do ta paguajnë konsumatorët. Kina prodhon rreth 2/3 e fishek zjarreve që shiten në botë. Një pjesë e madhe e tyre vijojnë nga korridori industrial i provincave Hunan dhe Jiangxi, ku mira punëtor vazhdojnë prodhimin pothuajse artizanal. Punëtorët mbushin tubat me barut, kontrollojnë manualisht çdo fishek zjarr dhe paketojnë produktet për eksport drejt SBA-s, Europës dhe tregjeve të reja në Azinë Qendrore. Kompanitë thonë se rikthimi i porosive amerikane këtë vit lidhet me zbutjen e përkohshme të tensioneve tregtare dhe kërkesën e lartë për festimet e katërkorrikut. Ky është 250 vjetori i SBA-s dhe është një moment i madh. Prisim rritje të shitjeve me 20 deri në 30%. Situata është më e mirë se vitin e kaluar dhe besojmë se shitjet do të jenë të paktën 15% më të larta. Megjithatë, jo të gjithë prodhuesit kinesë janë optimist. Disa fabrika kanë nisur të largohen gradualisht nga tregu amerikan, duke kërkuar klientë të rinj në vende të tjera për të shmangur pasiguritë politike dhe tarifat. Themeluesi i fabrikës Chengdin Fireworks thotë se marrëdhëniet tregtare me SBA-n ndryshuan pas rikthimit të Donald Trump në skenën politike amerikane. Përpara vitit 2016 nuk ishim probleme me eksportet drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amerikanët respektonin kontratat, por pas tarifave të vendosura nga Trump, kompanitë dhe autoritetet lokale nisën të orientohen drejt tregut vendas dhe vendeve të tjera. Një tjetër sfidë për industrinë kineze të fishek zjarreve janë edhe masat e reja të sigurisë, pas disa shpërthimeve fatale në fabrikat dhe depot e shitjes. Prodhuesit thonë se kontrollet e shtuara kanë ngadalësuar prodhimin dhe kanë rritur kostot. Standardet e reja të sigurisë dhe aksidentet e fundit kanë pasur ndikim të madh në industrinë tonë. Në këtë klim pasigurie, disa kompani po orientohen drejt tregjeve alternative. Fishek zjarrët që dikur shkonin kryesisht drejt SBA-s, tani eksportohen edhe në Rusi, Kazakistan dhe Gjeorgji. Në situatën aktuale ndërkombëtare, prioritet mbetet forcimi i tregjeve ekzistuese, por po zgjerohemi edhe në vendet fqinje si Kazakistani dhe Gjeorgjia. Megjithatë, për shumë prodhues në Kinë, tregu amerikan mbetet jetik. Me skutive me shqiponja amerikane, statujën e lirisë dhe slogane politike amerikane, bizneset kineze shpresojnë që tensionet mes Pekinit dhe Washingtonit të mos kthehen sërish në luftë tarifash. Ndërsa qielli amerikan përgatitet të ndizet nga fishek zjarret e katërkorrikut, një pjesë e madhe e tyre vazhdon të prodhojë mijëra kilometra larg në fabrikat e Kinës jugore.